E hëna i shpirtit të rëshenjë, fort lumëtëri, e etër të shenjë, jero psal të hishëm, vëllezër dhe motra, populli zgjedhur i Perëndis. Të gjitha i jep shpirti shenjë. Himnografia e kishës e shpreh qartësisht se çdo gjë vjen nga Perëndia triadik, pra buron nga ai që është nga përjetësia. Dje, ne kremtuam Pentikostin, ditën në të cilën shpirti i shenjtë zbriti mbi apostujt në formë gjuhë shprehzjarri. Dhe ata të gjithë të mbushur folën në gjura të huaja. Kështu filloi misioni i apostujve për të lëçitur fjalën e mirë, ungjillin e shpëtimit në botë. Sot ne kremtojmë ditën kushtuar personit të tretë të Trinisë së Shenjtë, të njëqëndshme dhe të pandar, shpirti të rëshenjtë. Shpirti i shenjtë ka titullin e Zotit, së bashku me Perëndinat dhe në Krishtin Birin, ai është shpirti i Perëndis dhe shpirti i Krishtit. Ai është i përjetshëm, i pakrijuar dhe hynor dhe ka qenë gjithmonë me Atin dhe me Birin, vazhdimisht i adhuruar dhe i lavdëruar me ata në unitetin e Trinisë. Apostujt e Krishtit, pas besimit dhe kërkëzimit dhe ngjalljes së Zotit, patën në veten e tyre një lloj drujtje për vazhdimësinë e misionit të tyre. Qëndronin të mbyllur deri në momentin kur ngushëllimtari, shpirti i së vërtetës që ndodhet kudo dhe i mbush të gjitha, i gjallëron dhe i siguron që do të ishte me ata gjithë ditët e jetës syre deri në mbarim të botës. Sot, dita e shpirtit të shenjtë përkon edhe me një ngjarje tjetër historike për kishën e Shqipërisë, me shëndërimin e katedrales Ngjallja e Krishtit. Rikujtimi dhe rifreskimi i ngjarjeve të tilla ka një rëndësi të madhe, sepse duke qenë qenie njerëzore, të shpeshherë harrojmë, duke menduar që çdo gjë është bërë spontanisht e rastësisht, por jo. Çdo gjë u ringrit dhe u rindërtua fal një pune të madhe dhe titanike nga arkitekti i ringjalljes së kishës së Shqipërisë prej varrit, i lumuri Krepeshkopi Anastas. Si njën e zgjedhur dhe e mbushur plot me shpirtin e shenjtë, ai na adhuroi pas shumë lutjesh, përpjekjesh, dhimbjeje, mundimesh, pengesash dhe një kalvari jo të lehtë këtë perë në mes të kryeqytetit, kryekishën e vendit, jo vetëm si një vend adhurimi për ortodoksët, por si një nder të hapur për të gjithë njerëzit mbar. Fort lumturi, gëzimi i të gjithë neve, sot të pranishve është i madh, është një gëzim në shpirtin e shenjtë, që na forcon në misionin tonë, atë të përhapjes së lajmit të mirë tek të gjithë. Në gjithë këto vite edhe ju qëndruat për krahët e lumurit Krepeshkopit Anastas, si mbështetës në të gjitha hapat e zhvillimit dhe të rritjes së kishës ortodokse në Shqipëri. Në shërbesën e dieshme të mëngjesores, një prej ndënjësoreve përmban këto fjalë. Me gëzim u mbushën, u bën gëzimtar, ndërsa më parë miqtë e shpëtimtarit kishin frikë. Kjo ndodhi kur zbriti sot shpirti i shenjtë. Vëllezër dhe motra më Krishtin, prania jo në kishë e dëshmon qartë që të mbushur dhe udhëhequr nga hiri i shpirtit të shenjtë, prej nesh largohet frika, ashtu siç edhe apostujt e patën. Guxojmë të pohojmë besimin hapur dhe të bëhemi apostoj të Krishtit në ditët e sotme. Ashtu siç frymëmarrja është e domosdoshme për jetën, kështu është edhe shpirti i shenjtë për shpirtin, thot Shën Grigor Theologu. Që të rritemi në Krishtin, të ecim në besim, të qëndrojmë të patundur, të kemi guxim për të përmbushur misionin në këtë botë, kemi nevojë për shpirtin e shenjtë, për hirin e tij, për ngrohtësinë e tij dhe mbi të gjitha, për praninë e tij në çdo çast të jetës sonë. E kremtja e sotme përkon edhe me një tjetër shenjë të madh të kishës së Krishtit, të Shën Justin filozofit. Një rast tipik i njeriut që talantën e Zotit nuk e lanë harres nën tokë, por e vuri në shërbim të besimit. Te ky shenjë ngërshetoheshin qartë shpirti kërimtar filozofik, pra bota intelektuale, dëshira e fortë për të vërtetën, guximi përpara perandorit dhe xhelatëve, si dhe aftësia e zelli për predikim, si dhe për kraja dhe mbështetja e të krishterëve në kohë për ndjekje. Ai shpreh
Ne adhurojmë dhe nderojmë Atin e drejtësisë, Birin që erdhi prej Atit, si edhe shpirtin profetik. Me penën e tij, ky apologjet na tregoi se nëse njeriu dëshiron të vërtetën dhe drejtësinë, patjetër që hiri i Shpirtit të Shenjtë do ta mbush dhe forcojë për krah dhe ndriçojë drejt rrugës së shenjtërimit. Me dëshminë e tij dhe gjakun që derdhi, na la një shembull që martirët janë dëshmitar të gjallë që Perëndia nuk e braktis njeriu asnjëherë, madje udhëron hir që të përballojnë me trimëri dhe guxim provën e vështirë martirike. Një tjetër himn i bukur dhe kuptim plot që psalet në liturgjinë hore është: pamën dritën e vërtet, morëm frymën qiellore, gjetëm besën e vërtet, duke ju falur Trinisë së pandar, se ajo na shpëndoi. Të mbushëm me ndjenjën e falënderimit dhe mirënjohjes për gjithçka, Perëndia triadik na dhuron sot në ditën që kremtojmë shpirtin e të rëshënjtë me praninë e dritës së Krishtit ngjallur dhe dashurinë e pakufi të Perëndisë Atë. Djetë për gjunjur dhe sot lartësuar, le t'i ngrem lartë zemrat tona pranë fronit të hirit, që të forcuar dhe armatosur me bekimet e kësaj të kremteje, le të mos harrojmë që gjithçka është dhurat Perëndie, të jemi falënderues ndaj çdo kujt që kontriboi, ndihmoi dhe sakrifikoi e dhuroi për këtë kishë katedrale madhështore. Nga thellësia e zemrës, le të shprehim: Perëndia t'i ruaj dhe t'i mbroj e t'i mbush plot me hirin e Shpirtit të Rëshënjtë. Amin.